Sektori i bujqësisë në Kosovë aktualisht ndodhet në kushte të disfavorshme për shkak të ndikimit të tregjeve ndërkombëtare dhe mungesës së prodhimit të mjaftueshëm vendor. Profesori i bujqësisë Imer Usinovsi në një lidhje virtuale tha se rritja e çmimit të derivateve dhe inputeve tjera shoqëruese i ka penalizuar punët në bujqësi, sidomos tash në këtë fillim pranvere. Aktualisht ndodhemi në pragun e mbjelljeve pranverore, detyrë kjo shumë e rëndësishme e fermerëve, që të pasojnë tani më mbjelljet në përgjithësi dhe në veçanti të misrit, që dominon si sipërfaqe kultivuese me njëherë pas kulturës e grurit dhe kultura tjera shoqëruese, por për dallim nga vitet tjera, ky vit është më specifik sepse shumë fermerë janë të dekurajuar, përkatësisht demotivuar, si rezultat i shtrejtimeve të mëdha të inputeve në përgjithësi dhe naftës në veçanti, çka kjo do të shton koston e prodhimit dhe normalisht që produktet finale që do të dalin në fund të periudhës vegetative do të kenë kosto më të shtrejtë për konsumatorët dhe drejt përse drejti do të atakohet shtresa më e varfër, që në këtë rast do të mbarmi sërish sikurse viteve tjera nga importi. Në këtë drejtim, Rusinovsi konsideron se institucionet duhet të ndërhyjnë me politika konkrete për të mbështetur fermerët dhe bujqit, përfshirë lehtësira fiskale dhe masa stimuluese për sektorin e bujqësisë. Politikat bujqësore këtë vit të ndryshojnë dhe të ketë një stimulim më tepër për fermerët vendor që të prodhojnë ushqim dhe mos të ngecin në vjelje, e sigurisht që kjo do të koincidonte ndoshta me një ulje të shkallës të TVSH-s përkatësisht akcizës, vetëm për bujqësi, gjithsesi vetëm për fermerët. Ai thekson se rritja kostove të prodhimit po krijon një zinxhir problemesh në sektor, duke ndikuar drejt për drejt edhe në rritjen e çmimeve të produkteve finale, të cilat sipas tij rrezikojnë të bëhen të papërballueshme për qytetarët. Konsumatorët do të atakohen, pra në këtë rast do të atakohet normalisht në masë të madhe shtresa e varfër, dhe kjo është arsyeja kryesore që përmes politikave bujqësore, gjithsesi masave stimulative, qofshin mbështetje të drejtë për drejta, qofshin subvencione, premi, regrese e tjera, shteti duhet të ndërhyjë sepse kështu bëjnë edhe politikat e përbashkëta të Unionit Evropian, që japin mjetet konsiderueshme për mbështetjen e bujqësisë, e një gjë e tillë duhet këtë vit evidentohet edhe në Kosovë në raport me vitet e kaluara. Si bujqit, ashtu edhe fermerët, por edhe ekspertët e fushës po kërkojnë ndërhyrje të shtetit për të stabilizuar tregun dhe për të mbështetur prodhimin vendor.